Ferat e Ballukut Berisha Rama u tha shqiptarëve se Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit. Diella deklaron se nuk ka raport ajo vodhi me tunelin e Llogaras. Me anë të një postimi në Facebook, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka gënjur lidhur me interpretimin e qëndrimit të Komisionit Venecias për pezullimin e ministrave nga detyra, referuar këtu edhe rastit të Belinda Ballukut. Berisha tha se Rama gjatë deklarimeve të tij ka pohuar se Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit të ministrave, por Berisha pretendon se deklarata e Ramës kundërshtohet nga Ministria e Inteligjencës Artificiale Diella, e cila sipas tij ka deklaruar nuk ka asnjë raport që lidhet me pezullimin e ministrave. Më pas Berisha shton pyetjen: kush gënjen, Diella apo Rama? Ja dhe reagimi i Berishës. Ministria Diella Rama është hajdut dhe mashtrues publik, të dashur miq. Edi Rama në avokatinë e tij të turpshme të vjedhjeve të tij me Lubi Balluku në tunelin e Llogaras dhe në një presion të hapur ndaj gjykatës kushtetuese, ju tha shqiptarëve se Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit ministrave nga detyra, kurse Diella thot se nuk ka asnjë raport të Komisionit Venecias për pezullime ministrash konkret as në tërësi, por ka raport vetëm për të zgjedhur vendor. Pyetja ime është: kush gënjen, Diella apo Rama? Apo kujt i besojmë, Diellës që është e panshme apo Ramës të zhytur gjerë në vesh në aferën e pistë të tunelit të Llogaras?